Përshëndetje dhe tani vazhdimi I videos të parë që ju pyesni njerëzit më të dashur dhe më të afër me tuaj, me çfarë ngjyrë ju shikojnë, por harrova t'ju them që ngjyrat që do ju thoni çfarë ngjyre ju shikojnë janë ngjyra e kuqe, do të thënë ngjyrat që janë më kryesore, ngjyra e kuqe, ngjyra jeshile, e verdhë dhe ngjyra edhe ngjyra blu, do më thënë nga këto 5 ngjyra, si ju shikojnë ju njerëzit dhe në të njëjtën kohë tani dëgjoni dhe përgjigjet që ju, ata mendojnë për juve. Në qoftë personat që ju përgjigjen me çfarë ngjyre ju shikojnë juve, në qoftë se do ishit ngjyrë, çfarë ngjyrë do ishit, atëherë në qoftë se do t'ju thonë ishit ngjyra e kuqe, atëherë ata persona ju shikojnë ju si persona me pathos, me vullnet dhe njerëz me shumë energji. Në qoftë se ju thonë që ju shikojnë si ngjyrë blu, atëherë ata ju shikojnë si persona të qetë dhe me besim të madh dhe vlera të mëdhaja, do të thënë ju çmojnë shumë. Në qoftë se ju shikojnë sikur ju jeni ngjyra e verdhë, ata ju shikojnë si njerëz optimistë, të lumtur dhe njerëz krijues. Në qoftë se ju shikojnë sikur jeni ju ngjyra jeshile, ata ju shikojnë si njerëz të balancuar me dashuri që kujdesen për të tjerët dhe janë pranë tyre. Dhe tani po ju bëj dhe unë një pyetje. Juve si shikoni njerëzit që keni pranë, bashkëshortin, partnerin tuaj, fëmijët tuaj, shokët, shoqet, nënën, babain, motrën, vllajin dhe pse jo dhe kolegët e punës. Gjithashtu, siç u bëra në videon e parë, dua të më shkruani cilat nga këto 5 ngjyra shikoni që jam unë. Ju faleminderit. Për më tepër video si kjo dhe për informacione të jashtëzakonshme, do më ndiqni këtu në TikTok, Flutra me fat 333, do shtypni zemrën dhe plusin, të më ndiqni dhe gjithashtu në YouTube Flutra me fat 333. Gjithashtu do dëshironja t'ju thosha që do bëj dhe një video tjetër me që nesër është dita e festës të grave dhe ju them gëzuar të gjitha grave një ditë më përpara dhe mos harroni që të fitosh lirinë në fillim duhet të kesh fituar pavarësinë. Dhe çdo gjë që mund të bësh dhe pavarësia nuk fitohet aq thjesht dhe pavarësinë e fitojmë kur ne bëjmë punë me veten tonë, njohim më tepër veten tonë, japim dashuri dhe fillojmë të punojmë dhe të bëjmë zhvillimin ton personal. Çdo të thotë kjo, që në ndërgjegjen tonë të arrijmë ta njohim më mirë sepse ajo është 90% e pjesës tonë, të trurit tonë, vetëm 10% ke personalitet dhe në ndërgjegjen ta bësh të ndërgjegjshme. Dhe duke punuar vetëm me veten tënde mund të shkosh përpara. Mos kërko asgjë nga të tjerët, në qoftë se ti s'ke punuar me veten tënde. Dhe çfarëdo që shikon në të tjerët është pasqyra jote. Ju përshëndes dhe ju uroj një natë të mbarë.